Kampionati në Ligën e 2 Republikane të futbollit vazhdon këtë fundjavë, me ndeshjet e javës së 23 të sezonit 2024-2025, ku ka disa takime mjaft interesante. Epilogu i të cilave ndeshje mund të jetë vendimtare për ekipet që luftojnë kreun e tabelës dhe për ekipet që luftojnë mbijetesën. Arsimi i Qegranit, që sigurt rrugëton drejt kreut të tabelës, sidomos pas fitores në Gjiron e kaluar kundër Vardarskit në Radovish, ka arritur apetitet se deri në gjasat për te kampionati mund të ngjitet në 3 pozitat e para. Qegranasit këtë duhet ta dëshmojnë në përballjen e nesërme kundër Osogovës si një koqir në Gosivar, ku pritet edhe përkrahje e madhe nga publiku vendas, këtë e pohoi zëvendës trajneri Labinot Musliu. Ekipi është i përgatitur, ekipin e kemi të kompletuar dhe jemi pas një serie shumë të mirë, 5 fitore radhazi dhe mbajmë bindjen që edhe nesër do ta vazhdojmë këtë seri. Sot lojtarët janë shumë të përgatitur dhe shumë të karikuar për të marrë edhe fitoren e 6 radhazi dhe për të ngjetur hapin me ekipet të cilat luftojnë ligën e parë. Disponimi në ekip është shumë i lartë, si është edhe përgatitja fizike, edhe ajo kondicionale dhe përgatitemi gjithashtu për të korrur edhe fitoren e radhës. Bashkimi i Kumanovës, që aktualisht ndan pozitën e parë me Makedonia Gjorgje Petrov, është një koqire e Novasit. Vendasit konsiderohen favorit absolut ndaj çdo rezultati tjetër post fitores që do të ishte befasi. Ndeshje interesante priten edhe në takimet mes Makedonia Gjorgje Petrov Skopje dhe Bregalnica Detonit Plaçkovica. Në takimet e javës së 23 të shtunën me fillim në ora 15 takohen Arsimi Osogova, Bashkimi Novaci, Bellasica Vardarski, Boreci Kozhufi, Bregalnica Detonit Plaçkovica, Makedonia Gjorgje Petrov Skopje, Ohri Kamenica Sasa dhe Pobeda Vardari.